Një proces jo natyror ka vlerësuar antari i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve Kolibele, rinumërimin e të gjitha votave të qarkut Tiranë. Procesi ka treguar se në numërimin e kryer në KZZ, minjherë pas mbylljes së qendrave të votimit më 11 maj, subjektet politike, sidomos ato kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë marrë më shumë vota në mënyrë të padrejtë. Në këto kushte Bele nuk mund të thotë nëse kemi të bëjmë me gabim njerëzor të komisionerëve gjatë tabulimit të tabelave të rezultateve, apo jemi në kushtet e krimit elektoral. Duhet të kuptohet që në këtë proces ka dhe gabime njerëzore, mund të ndodhi në një rast që të jenë hedhur dhe dhënat gabim nga operatorët, por kuptohet, nuk hetohet, ky proces nuk hetohet, nuk jemi duke hetuar kuti dhe nuk i takon kasit. Pra nuk është organi që kryen hetime zgjedhore. Pavarësisht se për publikun duket sikur në çdo ne kryejmë një aktivitet që nga rinumërimi deri tek hetimi. Rinumërimi ka treguar pasaktësi edhe tek leximi i votave preferenciale për kandidatët në listat e hapura. Socialistit Erion Braçi janë hequr vota, gjë të cilën në një reagim në rrjetet sociale e cilësoi si turp i rinumërimit. Braçi duke postuar fotografi të votave që pretendon se i takojnë atij, shqyrton direkt Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, duke thënë se nuk di se si e kanë planin dhe se kujt kas po kërkon t'ia heqë ato vota. Por Kolibele, i zgjedhur si antar i KAS me mbështetjen e Partisë Socialiste, thotë se i gjithë procesi i rinumërimit të votave është i rregullt. Rast pas rasti mund të ketë diferenca të vogla. Ajo diferencë mund përkthehet në ndryshimin e ndonjë vote, por nëse mbahet një qëndrim i caktuar, ai vepron në mënyrë të vepron në mënyrë barabartë për të gjithë kandidatët dhe nuk ka lëvizje masive të tilla. Subjektet në momente të caktuara kanë merakjet apo emocionet e tyre, mbajnë qëndrime të caktuara, ne s'mund të kënaqet çdo subjekt nga çdo vendimarrje jona, dikush një kandidat gëzohet, një kandidat liderohet, por ky është një proces i natyrshëm. Ajo që garantojmë është standardi që njëjtë dhe është brenda kufive të ligjit. Për rinumërimin e plotë të gjitha kutive të Tiranës, duket se do të duhen edhe disa ditë të tjera. Më pas do të jetë radha e kutive të Fierit dhe të Durrësit për t'u nënshtruar të njëjtës procedurë.